Drejtori i Qendrës për Menaxhimin e Krizave, Muhamet Ali, njoftoi se së shpejti qytetarët do të mund të përdorin aplikacionin e ri Where Are You, ku ndodhesh, i cili do të mundësoj komunikim më të shpejt, më të sigurt dhe më të sakt me shërbimet e emergjencës përmes sistemit 112. Sipas QMK-s, aplikacioni i ri do të mundësoj përdoruesve të dërgojnë drejt për drejt vendodhjen e tyre të sakt nga vendi i ngjarjes, si dhe fotografi dhe video, duke u ofruar shërbimeve informacione më të detajuara për situatën në mënyrë që të reagojnë më shpejt dhe më efikas. Një nga risitë më të rëndësishme është edhe mundësia për komunikim të drejt për drejt me video me qendrën operative në raste emergjente. Në këtë mënyrë, operatorët do të mund të vlerësojnë situatën në terren në kohë reale dhe të koordinojnë më mirë ndërhyrjen. Aplikacioni do të përmbajë edhe funksionin Silent Call, thirrje e heshtur, i dedikuar për viktimat e dhunës në familje dhe personat që ndodhen në rrezik. Përmes këtij opsioni, ata do të mund të kërkojnë ndihmë në mënyrë të heshtur dhe të sigurt, pa pasur nevojë të flasin me operatorin, gjë që mund të jetë vendimtare në situata me rrezik. Nga Qendra për Menaxhimin e Krizave theksojnë se vendosja e këtyre funksionaliteteve të reja është pjesë e procesit të modernizimit të sistemit 112.